Goca, sot kam marrë thupër me vete me urraf. Ua, jo thupër. Jo, sa jo thupër ka shumë trauma. Gjynje? Jo. Jo, se me gjysi mami im të bjet fikt. Vërtet? Kur kam qenë e Kryso vogël, është e zhurma e betohem. thuprës, se keni parasysh? Ua, Ja, kjo është e zhurma e thuprës. Bëni? Dhe ju beton kur kam qenë e vogël unë kisha traumë thuprën, sepse unë gjithmonë zgjohesha me frikën, a do e marrë mami thuprën sot më rafi, sepse bëja gabime. Po ti qa fëmi drejsh pas ke Po, qenë bëja një. gabime dhe ngjoja degën e pemës. Çak, thashun. Qa bëja unë tani? O detyrosha më fut në përdollap që mos më gjente, po për drejsh më gjente. Pa aq dhe i kam me sume. këtë ma fuse këmbëve më shumë e shkreta, bam, bam, bam. E shkreta, jo ti e shkreta, jo e shkreta. Ne ose kishte frikë, po jo të djegure. Ju sugjeroj ta provoj, që bëni gabime në shtëpi. Neve kemi pasur thuprën jo dhe aj, se nuk donte të ishin aq violent. Violent thuhet? Të dhunshëm. Të thunshëm. Por kishim hitrën. Hithrën. Edhe ma të do thoja. Dhe atë përdorin. Ajo vjen kështu 2 në 1, vjen edhe me xixa. Po ajo të djegë, zemër. kupton të djegë dhe më kërcënonin me ose hitrën edhe atë mytsen e mushkonjave. E shifshe hithrën thoja, a do bëj byrek, a do mraf mua, e kishe kështu. Në më dyshje. Qa do bëj me këtë? Edhe siç e kuptuat, ne sot do flasim për trauma tipike të fëmijëve shqiptar. Ju besoj keni shumë ashtu si ne, por ne do mundsojmë të themi disa nga ato tona, sepse që edhe ju ti keni pas si ne, mos jemi Po, që ju të shifni dhe thoni si që kemi vetë. E dikush ka qenë një traumë që unë e kam akoma, masa herë dal nga shtëpia, është unë nuk dal dot pa fikur dritën e banjës. Se babi im gjithmonë thoshte kur dilnin nga shtëpia fikin dritën e banjës, se mendonte që po ta lënim në ndezur do kishte evazion fiskal në familje, kupton? Domethënë, edhe tani që e fikim, kemi kursyer pafund miliona lekë. Mund të bëni një shtëpi tjetër tani? Po, me ato lekë do bleni një shtëpi. Qëndrojmë pak tek banja. Unë nga që ato të shtëpisë time e kishin fiksim në dimër, doni që ta mbyllnin derën e banjës dhe në verë doni që ta hapnin. Dhe unë mësojsha gjithë dimrin me mbyll derën dhe pastaj në verë isha mësuar dimrin dhe mbyllja derën, duhet ta hapja derën. Nga si vapet Te banjoja ishin dhe ato shapkat e famshme. Ua, ato kafet. Kërcit të shapka nga i dhomë. Unë nuk i ngrija dot me kur i vishja, super të rënda. Kanë qenë dhe ca roz, ato ishin për shtëpi. Ato me X para, kështu. Ua, mua më thoshte mami, vish shapka se do të rritet këmba, dhe unë hecja zbat. Shapka! Po, kjo më ka ndodhur mua se po i mendoja e shpar, më thoshte nëna, mos lëviz pa shapka se do të bëhet këmba si lopat. Dhe të merri jetës ti unë nuk lëviza sot pa shapka se kam frikë të betohem dhe këmba ime ka ngelur 35.5. 35.5 është këmba ime sot. Ua, sa më kujtua me këtë me veshjet, nuk e dia ju ka ndodhur kur do shkoni diku për shembull mysafir dhe thoshte mami hajse do të vesh unë. Dhe ishte dimër, edhe mami të vishte xhup, xhaket, Bluza poshtë, kanë atjerë, bluzë poshtë, dhe bluza mblidhe kështu këtu. Edhe ta mbyllte komplet deri këtu, edhe vetëm i kapuç, mami thoya po plas. Jo, s'është ftohtë jashtë. Edhe zakonisht kur të fliste dikush ti duhet kthehesh kështu bashkë me tokën e kokë se nuk kthehet dot vetëm tokë. Dhe të vishte çizme deri këtu, çorape leshi poshtë që ja bënte mami, nana. Thoshte vishi këto se do kesh ftohtë. Ua, po a keni pasur edhe ju traumë që tostin do ta bënit me një fet sallat? Jo, me thënë drejtën jo. Unë kam pasjet. Mund të haja 3 feta Se çfarë sallat. ndodh nëse bën një fetë gjysmë? Ja, nëse bëje 2 feta do të thoje që po harboje po prishe lekun. Unë Nuk e kursimtar. Një Pri fet sallami. sallam, një fet djathtë. Unë kam qenë, me thënë drejtën, fëmijë vetëm, edhe kam qenë çike llastuar, nuk është se kam pasur shumë trauma dhune ose po për shembull kur i them mamit, shiko se jam mërzitur për këtë gjën. Ç'a ke ti? Çalli ke? Buk ke aty, gjalp ke, djath. Hapë frigoriferin, njerëzit po vdesin për bukë. Për të gjithë ju kesat bukurosha që s'na keni bërë akoma subscribe. Nuk jam bukurosha fare s'na kanë bërë subscribe. Ne vi me një super ofertë të re me 5.000 lekshin e publikut që ju ta duhet trokisni. Duhet të rakasni. Ka për majë, s'ka problem. Do ta bëni subscribe. A mund ta marrë Okej. selection? E shef është kaq e mirë. Ndërkohë që unë ndoshta isha më dhinte shpirti, isha mërzitur. Shumica nga këto gjëra që po themi sot ne kemi thënë në episode të tjera, edhe pse kemi folur Kemi thënë. Se i kemi kështu, e kupton, na vim natyrshëm. I shikoni këto lekët? Me euro, ha. 2.000 lekë dhe 5 euro. I shikoni? Po. Okej, se unë atëherë nuk i shikoja. Zakonisht vinte e zëm Gjaja ose Daja nga dhe Greqia, i sillnin lekë. t'jepte 5 euro, ose vinte komshia t'jepte 2.000 lekë, thoshte mami. Ç'ke mami, thoshte si mban mami? Se ty të humbinin. Këto lek nuk e shihnin më kur dritën e diellit, kur. Ato shihnin
dritën, si e shihnin ato dritën e diellit. Po pa leku e shihnin. Që e shihnin ato. Ose ka qenë edhe një tjetër. Për shembull, mami blinte fshehura si karamele, çokolata, kështu dhe tash gjithë muajin unë nuk i shifja ato dhe kur vinin mysafirë çhyja sy thosha ku i ndori. Ku i mori kjo këto? Ku i ka futur tani? Iknin mysafirët edhe shkoja fshehura si shifsha nga Chelsea dhomës, që shifsha ku janë fut, kupton? Që ti merrja pastaj. Dhe zakonisht i gjeja dhe i haja dhe pastaj haja thupër. Kurse një gjë tjetër që kam pasur unë është unë flesh shumë. Domethënë historikisht që e vogël gjumin e kam, po. Edhe në orën 6, vinte ora 6. Kisiana, ços vajte unë për shkollë. 6 deri në 7:30, unë haja vezën në krevat, moj. Dhe kur më thon tani për shembull gocat për dalë, ço Kisiana kam kështu direkt. Ua, po ma. Ços vajte unë për shkollë. Ços vajte unë për Po shkollë. dhe si mami e thirrë. Unë kam një histori shumë të trisht. Kur po iknim dërmi, Po, thaj që kur po iknin dërmi, unë e zgjova Kisianin, ishte para. Kisianin shofën, thash Kisiana ço sa arritëm. Bolsa, më zgjoashu, sa se kam të mirë, sa kam. Po dhe kjo ja bëte të krau. Kisiana. më po të them ço, fjalën ço, se vajti vonë, mua mos ma thuaj se. Edhe u bë kështu si përbindë. O zot. Unë kam një histori shumë të trisht. Është historia, domethënë është trauma më e keq e jetës time. Është shumë serioze si gjë. Okej, marr Kur isha këtë histori të Këtë dhimbshme themi me serioze unë se nuk Premium Rose është shumë e trisht për zotin. Kur isha e vogël, mua në një ditë të tmerrshme më thanë që nuk ekziston babagjyshi. Po unë besoja shumë për zotin, më vërtet mendoja që ato dhurata që vitin poshtë pemës ishin babagjyshe. Edhe e di sa kam qajt, agos kam qajt shumë. Një minutë heshti për Çfarë babagjyshin. kërkon babagjysit atë? Kukulla Barbie. Tani do i Ju kërkoja. lutem, një minutë heshti për babagjyshin e Kleas, po. Ti kërkoj tani. Po një minutë. E kërkoja princin e kaltër, një princ të kaltër që nuk është toksik. E di çfarë tjetër kam unë, që më kujtoa tani rastësisht. Më tërhiqte mami lesht e kokës. O zot i madh, faleminderit o zot që ka nxjerr produkte që unë të plotësoj boshllliqet e mia. Moj të betohem, mi kisha këtu 2 të kapura dhe me ato fjongot e bardha që i hekuroste kështu. Dhe unë isha gjithmonë kështu, e ngrirë. Ua, dikush ka qenë trauma ime tjetër, pizza e kam marrë me props prapë. Kemi ardhur të përgatitura. Ku e ke? Uj. Jo, nuk është ujë. Si ju duket ju? Raki! Ua, ke pi rakiun tuaj. Meri im kur ishte fëmijë që hapja derën e frigoriferit dhe gjithmonë ishte një shishe që kishte raki. Po ti, ke parasysh ti e hapte du ta kthesh edhe raki. Prandaj ke fobi Pas 2 alkoolin orë ti. filloi e flisje me vete. Është kështu, të pastron mushkujtë. Po, edhe këtë më thoshte babi gjithmonë. E ktheu 4-5 glënga, ha mi bab se të bëm mirë. Ua nga gripi, thoshte. Ua, po kur kemi qenë të vogla, ndonjëherë që na i lynte mami flokët me kështu ajo e mizave. Ua, jo mi pse? Po kishim zënë morra. A vash se na qërrove. Unë kam zënë njerë morra në klasë të parë, po mendoj pa kaçuben time me morra. Nuk shitej, nuk shitej. Më ulte mami kokën kështu dhe merrte atë krërin, ka qenë një krër i holl. Ma krifte kokën, nuk ka çu shkollë një muaj. Ka qenë të merr. Po është, do të thënë, morra nuk vin nga papastërtia, vin nga gjaku dhe gjithë fëmijët i kalojnë këtë. Po ju dhon komentuesit, ja këto më rrot gjë pas kaq. Ba, edhe ju gjithë ma keni zënë nga një morra. 5 vjeç, sa pret ti 5 vjeçar, çfarë do bëj ai? Do rimorrin nga do i hip. Po edhe këta kanë zënë morra, se bëj Kam kot. pasur un tjetër 2 fobi kur smuresha. E para suppostat. I mbani mend suppostat. Edhe gjilpëra. Si kam provuar. Shqyr. Jo, Suppostat një dhe e Provom dyta. shkurrë motor. Edhe e dyta, sa herë smuresha, frika ime më e madhe, nuk ishte fakti që po smuresha, po ishte se merrte mami ta çorape gjata, i mushte me qep, me uthull dhe i ngrinte me ujë të ftohtë edhe me vinte te këmbët për temperaturën. O zot i Ka madh. Edhe patatet i merte. Po, ose patate. E di se i majmë patatet një herë. Edhe Nuk sot e di unë se kam kalu këto. Sa herë unë smurë me temperaturë, më kujtohet mami me çorape, me qep edhe me nuk e E di di. që kam di pas qa tjetër. është- Ha. Kam një traumë. Okej. Kam një traumë. Jemi mbledhur Kam sot një traumë, grupi për zotin. terapisë. Po, unë jam Klea edhe e kam 22 ditë. Një traumë tjetër, unë domethënë nuk e haj peshkun as sot, po më përpara një herë një kohë unë e haja peshkun. Dikur. Një herë, po unë e haja peshkun. Diçka ka ndodhur Me domethënë. halën duket. Nuk e di, thjesht kështu, Edhe e kisha traumë që qose në tavolinë kishte peshk dhe djath, nuk e haje do të peshkun dhe djathin se do vdisja. Aty ishte dita e Jo, vdekjes ishte- tënde, qose ti haje peshk me djath, ti vdes. Është e provuar nga unë që nuk vdes. Hajde krem vaj plazhi, letra bigjozi, domino, fara, patetina, fiq.
Dishe deri në fund për të parë se për çfarë po flet Crystal. Unë gjithë familjen time u rrea atë komshien përballë, që totalisht e pafajshme, sepse mami mua më krahasonte gjithmonë me atë që ajo bënte punë shtëpi dhe unë jo. Është traumë. Unë e kam pas me mësimet këtë. Ore, Mëson super më shumë, e kisha në klasë, ajo mëson më shumë. Marina e Flamurit, E përshëndesi Marinën e Flamurit. Dhe ka ikur në Gjermani sot. Marina Flamuri nuk bësh doti si Marina, është Gjermani. Dhe kur shkoj te shtëpia Dajës ose tezës Hallës, thoshte gjithmonë mos ha, po thonë ato buk. Po jo mami, nuk dua. Shkoj aty si për dresht hapi oreksi kur shkoj aty. Ose kishin gatu grosh për shembull ata dhe ti ishe kështu atë mos të ha se e dije që do të vinte thu pranë shtëpi. Wow, ose me zyshën. Në pasë ishte... Se ishte kështu që gjëja pse... E ka lënë pa buk, e ka lënë pa buk, eri taj këtu. E ka lënë pa buk, gjë, a kupton? E ka lënë kalamanin pa buk. O zera, mu ka raf zysha ditën e abetares, se normal do të rrisha flokët e mia. Ka raf? Ua. Si të ka raf? Ua, Pamela, ti e di çfarë po them. Para 2 minuta është ta ku e keni bërë shkollën ju. Po jo, hera, veç një herë më ka raf, jam vonu me prisë gjithë, ishin mbledh prindrit gjithë, festa abetare ishte gati, veç unë të isha aty. Isha të parukirjat, po rregulloja flokët. Dhe mi kapi edhe bishalecat, 3 orë kishte nejta me mi bo bishalecat, mi kapi bishalecat, mi shku ndjerë kështu. O zema mua në kopë shirë më ka thith dhëmbin, se zema, për zotin, nëse nuk është fare normale, si gjë më ka thith dhëmbin, vdek që ishë gjithë. Mua më kap të zysha veshin, prandaj e kam veshin me maj, se ma kap të zysha kështu dhe kërciste veshin, dhe jam niku vishi. Wasa të meshme pas ke pas Ose zyshën, në rrithë në gjumi me pec bëreku, si s'ja maj me emrin ati kopshit, se për zotin do i kisha demasku tash në këtë moment. Nuk ja maj me në gjanë, botë ishte kopsh privat. O zoti madh. Po Ne kur kemi qenë më të vegjël, e bënim plazhin gjithmonë Golem, Durrës. E ke parasysh që plazhi në Durrës është kështu me breg? Po. Edhe trauma më e madhe ishte gjithmonë babi që më thoshte mos e kalo bregun e parë. e keni pasur me gropa thithse? Mu kam gjesur njëra, aty më ka gjesur këmba. Wow, më ka gjesur këmba Mu më thoshin ka gropa thithse, unë nuk kam ditë not deri vonë. Unë kam 15 vjeç not. Unë ka qenë thjesht një gënjeshtër. Neve nuk e di, unë nuk jam e sigurt për këtë. Neve te liçeni Shkodrës, kur kam shku, që ikam me kushërinë kur isha më vogël, mblidhesh e 27 miliard kushërinë dhe ikim te liçeni Shkodrës. O zot. Dhe nuk e di a është legjenda apo jo, po na kanë thënë që atje është një krokodil që ka ikur të betohem. Është një krokodil thoshte që është arratisur nga një ku diun se nga është arratisur. Nga Afrika dhe ka Dhe është liçeni aty. Nuk e di Është akoma? Nuk ka ngordhur? O zemra atje ka gjarprin dhe janë shumë të mëdhenj. Nuk e ka marrë nga Afrika këtu? Nuk e di se mund të ketë qenë e cirk, mund të ketë qenë cirku Shkodrës edhe ka i krokodili për një jetë më të mirë. Ju që keni pse motor vlla më kuptoni, po kur ka qenë vlla i vogël, neve u lindi vllai për shkakun bën 1 vjeç 2 vjeç, ne unë dhe motra e merrnim edhe e përdorim kështu si kukull si pacienti, merrnim e losnim me të. Po ish pas ai trauma. Po, edhe çaj bënim tani, losim ku kafshetsin, ne? Kafshetsi? Po, ai ka qenë i vogël. Pak 5 vjeç kështu dhe i thonin mbylli syt dhe ne zhdukeshim nga shtëpia dhe rinim vetëm. Dhe rinim e runim ç'a bën. Thuaj fal shpejt publikisht. Thuaj Thuaj fal shpejt vllai. Nga Afrika se bëri çishi break, ra kokat e xhami dritares, çao te këtë veshin këtu. Edhe na ka rraf mami mu dhe motrës, po për vdekje. Po për vdekje, dhe nuk ka pas shanse nuk ishim nga krevati, ja 3 ditë i herë. Po më që ndori tek e rrahura, a e kemi të gjithë traumë faktin që kur na rrifte mami, pastaj qanim dhe na merr të hanim me zorë tavullin edhe vinim. Ja, sa do ta thoja. Jo, unë baja Dhe pastaj të thot mos qaj se do ta japi tjetër që të qash ta më. Por unë se kam rraf mjaftueshëm. Unë rria nga i nati nuk haja deri në 12 natës, po ngrynte stomaku, pastaj fillon të stomaku bërtiste me bukë. Ndodhe për shkak se unë kam shumë traumë, unë nuk i pres kur thonjt mbas pasi ersohet. Se sa herë kam qenë Orë vogël, 6. po, sa herë kam qenë vogël dhe doja të preja thonjt, mami më thoshte jo. Ose mos qep. Po, mos qep, unë kam traumë, nuk i pres kur thonjt. Ose mos u laj ditë premte. Qyqa? Ose e keni parasysh Qa ishte dje se A ju ka jam... ndodh ndonjëherë që të thyeni në i pasqyrë? Edhe ke 7 vite tërës? Po e kam thy për të fundit e gjirimi që kemi pas këtu dhe kam traumë edhe atë. Unë jam shumë e sigurt që mund të kem thy pasqyrë në 2013 dhe nuk e di se 7 vite tërës nuk po mbaroj. Unë tash se nuk kam si të tregoj këtu te kamerat, se duhet të ishte atletit, por kam një shenjë të madhe te këmba që e kam të çar nga pasqyra. Më shtyr pasqyra dhe unë kam shkel sipër pasqyrës thyr, direkt. Ndoshta ajo është problemi që mos po më. Problemi im është Flori, se ka fut Florit me pasqyrë, më shty pasqyra. Wow. Me hyme tregu trauma, nxjerr trauma. Po unë mendoj që këto janë trauma tipike shqiptare, pra nuk i kemi vetëm ne. Këto janë gjëra që neve na kanë formozuar në këto që jemi sot. Dhe pse jemi kështu? Nuk ka formozuar fare çorapja me qep me uthull, po gjithsesi. Ajo të ka shëruar, të ka formozuar shapka shpirtim. Ne vazhdojmë akoma të bëjmë aventurë
aventura dhe vazhdojmë të kënaqeshim këta me traumat tona. Aventura dhe çmendura. Shumë aventure kemi për kësaj radhe. Ne azum vendin e punës dhe i nxorëm nga puna fare ata që shesin kremra plazhi, fruta, perime, letra pixhozi, domino. Shifeni çka kemi për. Lady ka dhe valle që po u meruam duhe ik në plazh pa kokër lek. Na jepni lek tash. Po pra njerëz që më merrni ju dhe mua, unë jam në gjendjen time më të tmerrshme me elektrolitet e mia. Po, që ta dini ju, çfarë do bëjmë ne sot. Herën e parë, se ne ngelen si fakira, herën e parë ishim pa lek. Tani na than hikni, bëni lek vet, ne do shesim, ç'do të shesim. Po problemi është a do mundemi të bëjmë aq shumë lekë sa që të kompensojmë udhtimin. Në golemi jemi. Vaj letra pixhozi. Krem plazhi, Fruta, Domino! perime nuk shiten, harrova. Këto në të me para! Keca beba, për ju nuk daham, ana shkallon, e trembe shaa. Keca beba, blisi bam bam, fyon do vogël roz, dim vesh me bokos. Çunat kur parkojnë dhe kthejnë timonin mbrapsht. Janë shumë. Mbrapsht. Edhe po shif parë. Këta kështë dashur të thoje? Po. Okej, su. Arni ta provoj? Shkuzi. Ta provoj pastaj, se këto mendojnë që jam të bërë së Teta. Shiko zemra ime, shiko. Seriozisht? Jo. Unë i tash një marrë të provoj, unë nuk i voda, unë i mora si më syrë. Ai përmendi Justinin, Klea. Për mund të gjasi, jo. Qa ke bo? Jo. Tyre prezemën. Kena me shit, kena me u knaq sonte. Sot kena me u knaq. Mos shqetësoni pushuesit e tjerë. Jo se dini çfarë ju pret. Jo fare. Hajde, Klea, hajde. Hajde komoldare Mickey Mouse, komoldare krokodil. Hajde Syze plazhi. Moj në qyqët edhe me hongër vetë apo me ishit? Ai po, do ta provoj mallin që shesu. Bardh dhe këtë. Petula me lek. Hajde petula qasti. A do vini të një petula? O Melisa, a dëgjohet mikrofoni im? E veshe flamingon? Po ne u bëm gati, u armatosëm. Po, nga ka kapluar shiu. Unë kam këtë krokodilin që ishte 12.000 lekë, po unë do ta shes 15. Po, dhe e bëm pazarin dhe me tetën, 70% do i mbajmë ne, 30% tetës. Tani do Nisemi? t'ikim të gjejmë viktima. Po t'ja japim me zërë të qatrat o gocë. Aso? Ashtu t'ja bëjmë? Hajde. Opcioni funit. Merë një kështu qese. Kuti? Do petula ti më las. Ik maj ti. To t'i jap me 5.000 lekë. Kjo pistoleta ujtë është 6.000 lekë. Apo më lirë. Sa e do ti? E do 5.000 lekë. Ta lë nga 3.000 lekë, a do 5.000 lekë. A do nga 3.000 lekë, 5.000 lekë? Jo, këto braçalet. Quna goca, petula! Petula golemi! Petula të gjaja të daja ku... Se di që daja gjaja ishte po. S'keni lek?
Edhe ne për zotin, prandaj po i Prandaj po i shesim me fitu na i lek. A do ti petu dha? Jam e O, mjaltë nëna. freskat. Nëna të bën mirë për fytin mjalti. Nuk e se si janë shqiptar. Do you want a crocodile? You want a crocodile? Oh, no, why? Ja filloi shiu. O gos, nuk e di çfarë të bëjmë se petullat si shitëm, shi është ura shumë. S'kemi fituar si lek. Moj, po si kur ti thuash ti, ma të mjaltin, ti thonë e kam hyrë në fjerë dhe është mjalt super cilësore dhe sjell fat. Ma fier. Ha, Unë ti çfarë do bëj? ha. Hajde. Kjo është shumë e mirë. Do e marrësh të letrën? Po, mirë. Do e futesh Edhe portofol. pirunin? Do e futesh portofol të letrën. Po. Sht. Jo, këtë si duhet. Do e futesh portofol. Edhe kur vi klienti aty do e përshu. Do e mbledhësh drap. Do e shesh komerdarin. Morësh? Gjaxhi mos qes se kjo është një ndër më të mira. Kaç po them, mos je xhaxhi se do më kujtosh. Okej. Do më kujtosh, do thua sa e goca nga fieri Po. ka shitur 7 komerdara. Okej? Mrenon fier apo? Tash e di ç'është puna? Do e 2000 lekë. I 2000 lekë që do, se do pikata ajo, se ta gjeti fatin tani. 2000 lekë i do, kjo 1000 lekë i duhet për prezent. 3000 lekë. Tashi. 2000 lekë. Tashi. Shturashi bereqet. We are Fakira. You know what means Fakira? Fakira means without money. We would appreciate it so much if you would buy this. It's 5 euros. A ju marr drejt që kamt. Pasimi i vjef sharat, sa s'patëm një herë fat. Po, ndër mi me 0 lekë, këtu prap me 0 lekë po me shi ama. Na kanë marrë në sysh. Nuk kanë lënë magjipa në bë. Ata 100 kë që na kanë parë, e sigurt. Dikush nga Ballkimet e ata, atyre. dikush Mos nga paf shi hajër, mos gjithë që burra e gra. Kaç po ju them. Kaç Ç'do makini bëjmë tani? keq. Ç'do bëjmë? Përveç saj nevoja personale, çfarë do bëjmë për të shkëtuar argjërimin? Çfarë bëjnë gosat kur bie shi në plazh? Ikin në shtëpi. Plej gjumë. Po haj herë na tregoni ndonjë gjë për veten o goca, me që na zoni shiu, flasim për njëra tjetrën patën, se kena kohë Si ai pa fol. momenti kur ikin dritat edhe fillon dhe njihesh me shtëpi. Pik, s'ke as botërin Ej, të. ma kush është ngjyrat e preferuar? Rosa. Ema? Okej. E di un kam pas në filmin Leila, E po tani shkurt, lutem. kam të bardhën. E mbartë. Ja, ishte shumë e shkurtër. A e hani djath? E ha. Jo. Ajo pëlqen djath? Unë e pëlqej shumë Ti djathtë. Klea, apo lo? ti Klea, çfarë libra është lexon në kohën e lirë? Apo nuk lexon? E TikTok. Kesiana, çfarë karakteristikash duhet të ketë burri jot? Janë E ka harruar. Nuk mos flasim për tema që më fusin akoma më shumë depresion në këtë moment. Ishte një herë Honduras Aliu, çami? Madagaskar Gjiu, Semanjoti dhe Shqiptar. Edhe thot ky Honduras Aliu, ishin avion gjithta. Edhe thot ky, oh stop, se jemi në Honduras sot e kështu. Po nga kuptove? Pash njerëzit e mi aty poshtë, thot e mirë, zbresim. Thot ky Seman Gjiu, stop, se jemi në Sema, po nga e pe, po pash detin, pash njerëzit e kështu e zbresim. Thot ky Madagaskari, thot, jemi këtu, thot, stop, po nga e pe, pash kafshët zbresim. Thot Shqiptari, stop, se jemi në Shqipëri. Po nga e pe, thot, nxera dorën, votën orën, thot. Si shë më qesh? Okej. Ishte pak. Ata them unë një? Ç'është Ata them unë një? Nuk ishte më qesh? Jo. Ishte një burr, edhe ky burri bleu, do të thënë, bleu shumë lek një dele rude. Po si u shitje? Edhe po prit. Ç'është Delia Rut, moj? Dele rude me nga këto dele rude, është dele e pasjellshme. Ah, okay. Dele rreth. E kuptoj. English. Dele rude, edhe mori dele rude ky, edhe pastaj u mërzit delja dhe çoi tha do ta hequr këtë tash se nuk e du më.
Edhe çoj ai herë, e ka shpinë te nën kaçet e çoj në qendër. Është histori e vërtet? Okej. Ku e mbante E delen? çoj Ishte në qendër, penthouse. djego prap në shtëpi ai, deli u kthy prap, tha, po ç'është ky muhabet? E çoj pasaj në Fier. Delet pa, domethënë ka raste që nuk mendojnë. Kjo ishte me qesh. Faleminderit. E çoj Ka raste që nuk mendojnë, se raste të tjera mendojnë. E çoj deli në Fier. Edhe kthehet prap Tiranë. Edhe Të Fierit e fshatit. thot Të firë po, qytetit të fshat jo. kthehet pasaj prap deli në Tiranë, thot, po ç'është ky muhabet? Edhe çon pasaj delen e fut në avion ai për Amerikë. Edhe nuk kthehet më deli. Po të... Pas ka qenë këtu mbaron pra. Këtu mbaron. Tregoj një tjetër. A dele. Po tash iku në Amerikë, ç'a ndodhi në Amerikë me delen? U njoft me një delan tjetër. Është të di. Është Dash. be continued. Ti do të një tjetër A tani. të themu një? Prit, se kam një tjetër. Ka Luani ditëlindjen. Edhe ishim. Ngusht. Ka Luani ditëlindjen Po prit sa shpejt e kam dhe ngusht. ikën hipopotamit të dyqanit dhe do t'i marrë një dhuratë, do t'i marrë një top të kuq me pulla blu me pika të zeza dhe të berta. Tash aty te dyqani hapet dera. Kush futet? Luani. Ai Luani dhe zbulon surpriza ditëlindjes. Futet Delia Rudemi. Amerika jo! Paska qenë. Paska që një rusfrie kjo Delia. Po qem në Amerikë Delia, u kësën të Shqipëri, i dy Edhe ku vajti te kafshat e edhe pyrë. a vajti fiks për ditën e Luan që ta hante. Da bënte nuk me Luani për Zëma jeni ditëlindje. shumë rënd me humori. Ishte një ditë e bukur. Nuk bin tash. 4 goca vendosën t'iknin për një Një jetë më të mirë. Po, për një xhiri. Rrugës, i del një Kujdes. elefant që tha Klea. I del edhe një shqiptar që i vodi orën. I del ç'a theti në një gjë tjetër? Gjermani. Dhe rrugës tuar tani bie shi. Më fal pyetje nga ka kësi publiku. tregota. A ka nikur gjën golem për të shit? Po, kështu që çoni tash se do hiq. O, goca seriozisht unë jam duke vdek, kam super shumë temperaturë, po më dhën fryti dhe jam super e lagur kudo. A dhe me bajamet? Po, Bobo. duhet të Çfarë do them. bëjmë? Duhet të them. A ndalojmë diku i kërkojmë në Europën e Itarse? Kamë se tu pas ka dhe një. Po pra, plazhista ka ata na kuptojnë hallin. Ëh, si Çfarë ka thua? shpiku, trokasi mirë. Jepi trokiti çik ti se s'ke. Vazhdo Kristo ti para. Anxiety. A ka njëri? Teta! Mos e hap frytarin. Mos hap ndërtar, çfarë të bë? Moj të budalli se mos ka rëmë gjuhë. Ishte insekt? Jo, s'kishta si që Ishte teta të gjyt me ardhë. O Krista mos e hap. Duro njëri! Mos e hap. A ka njeri në shtëpi? Tarë se keni? Po duro më se s'po futet njëri po shoh. Më fal, a ka njëri? Unika. Po vjen era fërges. Futu bëje për shoqen tate që po vdes nga hipotermia. Po ti, ai zoti vetes, shtutu. Jo, si jam unë zonja vete, se po vdes nga hipotermia harroga. S'ka njëri aty të fjet gjumë po pushon. A ka njëri? Do ishte përgjishta. Ka njëri. Zor, Ato më fut më fut. A quhet shkelje penale kjo? Se na duke se po vjedhem si hajduta. Po nuk po vjedhim, do marrim Po tarë. ashtu dukemi si skiftera që po futemi brenda. unë do bëj që do bëj shumica. Jam neutrale në këtë pjesë. Ku e ka tharsën ai? Gjeje zakonisht e ka Banjo do e ket. Po, shpejt zito që të ruajmë ne të paktën, se na shohim gjithë kamshin. Shpejt. Ai që grua ty o drejt. Ua, e të mërshme. Shpejt o gaz. Kemi humbë cesin e shtëpisë. Kemi humbë cesin e shtëpisë, o vëllemi nga dritarja. E, kemi lënë plazh, na humbin det. Shpejt muj drejt. Shpejt muj. Ku është drita?
Nuk e di si ndodhe dhe çfarë po ndodh. Është në shtëpi, apo e kujtoj çfarë të shtëpia, e ke thënë mëngjes, po do të bëjmë asgjë. Për të filluar do. Ja fami mot, na shem te. Po, ushtrihemi dhe ta kapemi. Imagjino të thënë kushini. Ishte brenda raftit me palë. Mua kam pasur do të thënë të kushini. Ku sa shikë të dëmin e bëmë, çfarë rapoj? E po që do ikja të shisja, fara, letra, bigjozi, qershi, 3 pako, 5.000 lekë. Ai letra videos. Po tani, këtu të andale jeta të plasa Po këtë na kishte thënë andej. dikush që ta bënim si sfidë. Ne nuk marrim asnjë sfidë të çmendur përsipër. Po pra, Aventura të çmendura. Tani ne nuk dim limit, por edhe ju duhet na vërnoni çik. Me qëra fjalë të këta, ta bëjmë një përshëndetje për 3 goca që O, na kanë patjetër. kërkuar ti Po, përshëndesin. edhe Përshëndesim gjithë gocat. Sot do përshëndes, sot do përshëndesim 3 nga ndjekësit tona më të zjarta. Elizabeta, Lorisa dhe Mina. Mua, we love you. Për gjithë shqiptarët në diaspor. Jo, Sidomos shqiptarët që jetojnë në Gjermani. na kanë ardhur shumë komente pozitive nga ju. Nuk e prisnim sa shumë komente pozitive na kanë Edhe ardhur. për të gjithë ju që na keni pyetur se cila është kënga tek Dërmiu, që kuptohet që jeni të rinj te goci, është Keca Beba. Hajde këndojmë një herë. Keca Beba, për ju nuk na Ana Po shkallon. ju falim E të herë. trembesh Po normal, është super këngë, si mos a din ta shturp. Hiti verës 2025. Dhe me Por- që jemi dhe Vera Ema, çka keni bërë? Me që më kujtove Crystal Verën, unë dhe Kesiana bëm një insert se si të modelojmë shallin në plazh, nëse doni të dini për shembull në dark, ose në paradite në plazh, se si ti kombinoni bust në kokë. Ku di unë ku doni ta vendosni ju me outfitin, kështu që ndiqeni. E shohim. E shohim. A mund ta fusim në insert këtë gjë? Po ikim të bëjmë një insert. Po mbaj çik të hipe këtu sipër. Dhe kjo supozohet të mbaj makina? Kjo orë supozohet të mbaj makina. Dolëm. Supozohet të mbaj... Dolëm. Nuk vdisha dhe... Po më dritej dora dhe nuk po hapja do telefonin që të kam duart me djers. Po mendoja se në moment do fundosej makina poshtë. Nuk e di si çfarë fati. Pa vash se ke i grupë. Okej. Jemi. Është jam djersitur nga sikleti. E zeza, nuk si heve me natyrë ashtu. Nuk e di domethënë si heve natyrë, si e marrëm guximin, ajo ishte gati me ra. Vëritëm gjallë, miq, jemi Po, këtu po. te deti me rar sa bukur i pëlqen. Dielli tani po perëndon, kështu që Është edhe drita fix. Ne sot kemi ardhur të tregojmë diçka të re, se ne gjithmonë vim me risi dhe me gjëra të reja. Unë dhe ma kishim kopa që mbash në një insert, po tek na i provova bashkoi. dhe unë, na bashkoj. Kështu që ne do provojmë sot për ju Si të stilojmë shaje, do me thënë një shall, disa shaje, shaje në mënyra të ndryshme. E shohim. Mënyra e parë që do stilojmë shallin është kjo këtu. Dhe do ta bëj Ema. Hajde Ema. Ideja është që këtë njëherë e bën 3 këndësh. Pastaj e lidh dhe e lidh në Do më cep. ndihmoj Kesiana se do e bëjmë me Asistentja radhë. teknike. Mos më shkoka o zot me flokë. Rri drejt modelja ime, rri drejt. Okej. Sa e bukur ja. Normal, se shoqja ime është gjithmonë shumë e bukur. Është edhe ja, Luan Luan. edhe. Tani, siç e kemi këto 3 këndësh këtu. Po, duhet ta Do e lidhim këtu në tregojmë cep. Dhe tani këtë e sillim këtu sipër. Do e bëjmë si krap, pra që të Do e duket bëjmë si krap. bluza ose kanatier. Ua sa e bukur, unë do ta vesh këtë kur dal në një ditë. Nëse s'bën. Ua sa e bukur. Ha? Shife, ku bë Ta bluzë. tekson dhe belin. Kthem mbrapa. Modelja ime kthem mbrapa. Shiko sa e bukur është pjesa këtu. Të tekson belin. Tani se ne e kemi veshur me Shiko sa bukur të duket buzë, të duket pjesa këtu, shumë Yll. shi. Yll. Kjo këtu, ua, nuk e di unë bëra një outfit, unë do ta vesh këtë kur të dal në plazh për veten time. Se
The art edhe the artist. Tani është radha e Emës të më stiloj mua. Kam nderin të stiloj një ndër modelet më të mëdha të Victoria's Secret dhe po E vazhdoj. bëjmë të shallit trekëndësh, domethënë. Po. Kjo është një shall që ne kemi bler te Gabi. Jo, nuk i bëjmë gjitha te Gabi. Bëjmë shaka. Pra, si fillim do e vendosni këtu, do e pusisni shumë pas trupit që edhe beli të theksohet. Mëngët do i jepni kështu që të duket Domethënë, ka e kalon kështu. ato e kalon kështu, që të japi një përshtypje si një bluze. Më pas të njëjtën gjë bën tek tjetra. I hap këto që të duken pak cutie, you know? Cutie like cutie. Mbrapa, ktheu pak mbrapa të lutem, Victoria's Secret model, këtu e shtrëngon po fort, siç duket. I jep një lidhje nyje, siç themi ne. Ne këto i fusin këtu që mos bie në sy. Tuk. Dhe shi sa bukur duket. Domethënë, ta vesh është me një fund të bardhë, në det, ora 8 e darkës, dhe të bësh një foto perëndim. Kërkova ndihmë dhe i thash çunave këtu, i thash do më gjeni një listë. Dhe unë i thash aman, thash se më vjen shumë zor se të kërkoj një listë të njerëzve. Shkoj shkret. Dhe ata janë shumë të mirë dhe na i gjetë. Po, i ahoshi prej kpucëve të kuzhinierit dhe na solli ne. Nuk e meritojmë këto njerëz kaq të mirë. Tani, Bota ka akoma njerëz të mirë, mbani shpresa. Nice, për qëllimisht kemi ardhur këtu. Shallin e bëjmë prapë trekëndësh dhe do e lidhim te qafa shumë lirshëm. shumë lirshëm sepse Po, shumë duhet lirshëm. që të shikoni pjesën tjetër të lidhjes. Erdhi momenti i lidhjes së famshme, se kjo lidhje do marrë famë. Dhe do ta vendosim këtu te kurrizi, do ta pusisim fort. Dhe do ta goxharri pa zi sot edhe këtu tani do e fusim nga brenda. Dhe tek tjetra, më fal. Tani, qa do bën ju me këto? Bishtaleca që ngelin. Do kalosh krahët këtu poshtë dhe do ta shtrëngosh që të vi në formën e një bluze, pra siç i themi ndryshe japone. Shisa e bukur, mua nuk më vjen mos t'i heq fare këtë bluzet mua. Wow. Sa bukur, që pjesa këtu si duket? Prit. Edhe nëse doni për shkakun që ty duket pak më bukur, mund ta ulni pak këtë. Ju tregon belin, ju thekson pjesën e shpinës, kurrizit, nëse keni bërë palestër apo nuk keni bërë palestër. Dhe bëni palestër si unë dhe ta hani dhe mos e shëndosheni kurrë. Ky është i vogël dhe me këta shajet e vegjël, ne nuk mund të bëjmë dhe shumë modele, kështu që po bëjmë këtë modelin bazik. Sa çka kjo ngjyra? Ngri pak flokët lutem. Unë kam gjetur outfitet e mia për verë, unë nuk do ju ndahem më këtyre shallave. Shajeve. Kjo është bazike, që besoj keni parë kudo të gjithë, po është gjithmonë shumë e bukur, sidomos nëse i gjen një shall që është goditës. Për shembull, kjo ngjyra është pyll. Sidomos me një make-up që të ngjash si E të bëjmë një pasarel? Të duket si një zah. 1, 2, 3. Keni parë kështu ti? S'ke parë. Keni parë kështu kështu ju? Find a better duo. Wait, nuk ki. Papi, nuk duhet ta heq me këtë shall. Edhe unë po rri me këtë. Kur të më shifni duke postuar foto, do jem me këto. Ju puçim, ju duam, edhe na thoni se çfarë doni që ne të provojmë, se ne jemi në ultra tuaja. Vera është gati. Bëjmë gati për verë, të bëjmë outfite, e gjejmë nga dheu, e gjejmë pra diçka. qa shpik truri i femrës. Dhe me që jemi të truri femrës, çfarë shpik truri një vajze kur është në një takim të sikletshëm me një djalë? E shohim. Interesante. Unë zakonisht haj vetëm në për restorante Michelin, nuk haj këtu, nuk haj vetëm Paris, nuk haj Buzlana, sa do. Shumë bukur. E siç po thoja, Sardinia, Santorini, këto gjërat e bukura, Bali, Ibiza janë shumë interesante, po nga do të dish ti. Po unë s'para paguj në për kështu restorantesh në Shqipëri, do të thonë se Zoti Lux, mos e vrit mendjen. Sot I kam sa dorë në unë, butë po. qetëso dhe rriqet. Po hamo,
Sa ke bërë? Qa bone, mirë? Këto muret, më kujtojnë që kam kalu unë. Se je e vogël, nuk din gjati. Që ke kaluar, mo? Se din ti? Holland, Belgjik, Burg, shpirtim, 2017, 4 vjetë heqe liri aty. Më kanë kap me zdise, me qas më kanë kap. Po ja dola, ja holla, sakrificat i kaloj njerëzit e fort, vërqësit i kaloj njerëzit e fort. O, a ke qenë burg, a ke më probleme? Tani? Jo me, jo s'kam probleme vetëm me grun, ma të rëmunën, ma të kam pak probleme, kështu se kam halë se po më ban gjo me shtetin, aty se më heqin letat me ekstradojnë më sjedhin Shqipëri, këtu s'kam gjo për viju, na kupton, pa atje kam punë për smarit, thjesht mos ta probleme. Ore ti, i martuar ti? Jam i martum, po nuk është se e du gru, na kupton, thjesht nodhen qa nodhen rrethana që më shku atje për jetë më të mirë me rregullu do gjën, po nuk e du unë atë person, fare. E kuptoj. Po mirë, unë po them të shohem më Jo, mirë se... se mu që më shpirë, gjo mu, martona më, bjemri të rikën pëlqe shumë marrë bjemrin tanë. Wow, Rus, që nga afër ti qa bon? Je mirë? Mirë, S'kem. piqja, Po për qa ullë aty? se jam rehat. S'kemi dalë për ndeng shumë veç tani qanë këtë muhabete. Qa Si shkoj dita? Si jem mirë. Mirë? Mirë. Shumë bele në hollë ke. E kam të trashguar Nga kush, nga gjyshe? nga mame. Po flok të ketuat? Jo, Ti prek pak? kam... Ti prek? Ha? Ti prek pa flok? Kur do puthemi? A di puthe francezës të bëhet? Ore ti, Nuk ti e që di. ke në regu. Hajde të tregoj unë. Jo! Gjithë gocat një lloj dole më këtë jetë. Gosa më thoni drejtën. A ju kishte munguar skeqet? Na kishin munguar. Unë jam akoma të shqiptarët në diasporë. Na kishin munguar shumë, po çati bëjmë atë Desi që është bërë shumë i famshëm me skeçet e La Na i ka marrë la vila, po, Po me na të shifna parë, aty, dhe na nuk shifna. harroj, Komentoni Nikolaj. çik të skeqet. Goca. Do bëjmë një gëzuar për lajtë. Ta bëjmë një gëzuar. Një gëzuar si në skeqet dikur. Ju e kuptoni. Është inside joke. Për shqiptarët në diasporë, sidomos shqiptarët në Belgjikës. Amerikën e Jugut. Maqedoni diasporë apo jo? Kalifornia, faleminderit. Are you going in California? Tirana, po Tirana. E kështu e mbyll. Jemi në episodin e radhës. Ju duam. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni like, follow dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube Banda Lalo. Ato zilën atë poshtë. Ándale.